Të premten u hap tuneli Murrizit në rrugën e Arbrit, i cili mundson që nga Dibra në Tiranë dhe Anasjeltas të shkohet për më pak se 2 orë. I pyetur se si po zhvillohen punimet e rrugëve që lidhin Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë, kryeministri i Maqedonas, Kristian Mickoski, tha se punët për korridorin 8, respektivisht lidhen me autostradën, po shkojnë mirë, ndërsa apeloi që Tirana të përfundojë projektimin e pjesës sekurudhore të korridorit 8, që do të lidh Durrësin me Maqedoninë e Veriut. Ne apelojmë sa më parë që Tirana të përfundojë projektin me të cilin Durrësi do të lidhet me kufirin dhe do të plotësojë korridorin 8 në pjesën e Ekurudhës, që Afthana përparon mirë të mos them shkëlqyer. Më shumë se 60 kilometra front është hapur deri në fund të këtij muaji, kështu që kontraktuesit do të mund të vazhdojnë të përparojnë në këtë aspekt. Kemi problem në pjesën e Trebenisht-Qafan, për shkak se pjesë e këtij aksi është në perimetrin në mbrojtje të UNESCO-s, por kërkojmë zgjidhje, do të gjejmë zgjidhje, ne tonën do ta përfundojmë, po nuk shoh nga atje që po projektohet Ekurudha që do të lidh Durrësin me kufirin, sepse kemi nënshkruar marrëveshje. Ministrat e mbrojtjes së Italisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë nënshkruan marrëveshje në Kodrik në Washington se ky korridor i 8 do të përfundojë. Ne punojmë, nuk shoh se palët e tjera punojnë, vetëm ne punojmë dhe realizojmë detyrimet tona, e janë të punojmë të gjithë, të shohin deri ku është, tha Mickoski në mediat maqedonase.